realitetin. Mos pyet mos pyet për mendimin tat, unë t'jap mendimin tim. Mos pyet. Po pës. Po jo për mos pyet. Po ti nuk mundi të vranë të mendimet e mia, mos ti ndro mendim, nuk e bën dot. Kur thua më jep mendimin tat, dëgjoj mendimin tim dhe thuaj Selin nuk më pëlqen, ju bashim ditën e mirë. Po pra, po mos thuj mendon gabim do të futesh në intrik me Stinën. Po kam unë me ty more. Unë nëse dua të futem në intrik me Stinën, fus vetë, nuk fus ty. Si thot jam miri Lure, o voj, si ta Lure, miri, Stinë e mirë. O voj, si ta Lure të të pyet trikator. Ti ma çan topin, kodin ti. Pa ja më vojs. Në një bisedë kur nuk dal dot në një, ë? Po. Kur dal dot në një konkluzion, nuk lodhem më. Mendimin tim dash të pëlqeu si gjithmonë. E kam vënë re që ne të dy nuk puthemi në asnjë pikë të përbashkët. Kjo jo problemi im, është 100% problemi jot. Për sa kohë llafi i parë është normal, llafi i dytë është ofendim, problemi është jo imi. Konkluzion sinqert, më mirë mos të folish. Mendimin sinqert ta them prapë dhe mbështes. Hape, shife me qetësi, pjesën edhe mendoj edhe një herë. Kur të kesh konkluzion sinqert? Okej, mirë. Kur të kesh atë. Ja se vlerëson ti a është i sinqert apo jo? Po, si pa vlerësoni ju. Si pa vlerësoni ju ironin. Po më. Edhe pa dalë një shkoj interesant. Biles kur sa herë të flas do të marr mendim, a ka fol bukur? A folas sinqert? Po. Se vendos ti sinqeritetin tim. Jo, po do vendos ti ju. Jo, unë s'po vendos, thash për mendimin tim. Nuk thash se no e ke gabim, thash për mendimin tim, nuk thash unë ti ndro mendim. A pyeta Stinën në sy. Heku që s'dyki më pëlqeu. Po qa do thoj Stinë më burr, po thoj po duan të të fusin siklet me Loren. Jo më thote. Po nuk janë thotë, se janë ato nivel burrash me qëndru llafit vet. Po jo pra janë. Janë pra Po ja shoku i mirë që vjen ditë tu janë kështu cicmi si uriti. Ai shoku i ngushtë i mirë që ti vjen me te. Hop mbi tok. Fut në tok, hop mbi tok. Ai shoku i mirë që ti po i del zot. Po çketi unë s'po i dal njeriu për zot më. Keni gjeti llaf, po i del për zot, aleancë, shok, unë shkoj mirë, ma prenon kur mendoj dhe kur flas nuk ka thënë ajër në gjë. Edhe çfarë thot kjo? E kam shok, po i më del për zot. Ai është dy fish në moshën time, mund t'i dalin për zot vetes. Po jo më del zot Lores. S'ka të bëj moshë. Nuk i kam dalë për zot Lores, nuk i kam dalë për zot Lores. Më pyete se min çfarë mendimi ke dhe të dash se mendimin tim sinqert. Dhe thash, unë e ndjeva që e tha për ironi, as unë nuk dua trokita, jo se s'kam respekt për ty dhe për punën tate, por nuk ishte momenti. E dikur është momenti. Ose no, ma bëri kafe tumshën duart, daj një duart trokite për senën, aty është momenti.